Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora, mirë se vini këtu në Sken Krimi. Do të ndalemi për të trajtuar çështje më rëndësi sonte. Do të flasim në pjesën e parë për operacionin e SPAK, i cili goditi një grup kriminal për 20 personash, mes tyre biznesmen me lidhje me Amerikën Latine për shkak sepse për vite me radhë kishin trafikuar sasi të mëdha droge. Ndër emrat që dalin në pa janë me mbiemër Koçeku, është Artur Shehu, i cili jeton në Amerikë dhe në lidhje me Zvërnecin, emri i tij tashmë është bërë publik, biznesmeni Ilir Shtufi, i cili u arrestua në Greqi për llogari të këtij hetimi, dhe që në anën tjetër ky grup kriminal dyshohet se ka pastruar parat në vendin tonë. Parat janë pastruar nëpërmjet ndërtimeve që janë kryer në Tiranë dhe kryesisht në zonat bregdetare më të lakmuara të vendit tonë. Por çfarë ishte ky operacion? Si ka operuar grupi kriminal? Sepse duhet kuptojmë, në këtë hetim SPAK ka sekuestruar 18 vila, 67 apartamente, ka sekuestruar 366 llogari bankare, janë 106 garazhe, janë mbi 100.000 metra katror ndërtim. Pra, flasim për pasuri të cilat ende nuk është bërë vlerësimi nga ana e SPAK se sa milion euro mund të shkojnë. Në anën tjetër, po ashtu SPAK ka vendosur në sekuestro edhe llogarinë bankare të Artur Shehut, një pagesë e cila ishte kryer nga vëllezërit nga Katari për projektin në Zvërnec, pra blerja e tokës, dhe është në vlerën e 128.4 milion eurove. Pra, flasim për pasuri të shumta. Por, çfarë do thotë ky operacion në tërësinë e të gjithë zhvillimit ekonomik të Shqipërisë? Kjo është pjesë e parë. Në pjesën e dytë do të ndalemi për të analizuar dhe për të kuptuar se si po vijon rezistenca e protestuesve të rinj, gjithë ajo energji e cila nis nga ora 6 e pasdites dhe tejkalon mesnatën. Çfarë ka ndikuar tek qeveria, çfarë ka ndikuar tek opozita, jemi përballë krijimit të një poli të tretë politike të tjera me radhë. Do përpiqemi të kuptojmë më shumë. Dhe në pjesën e fundit do të analizojmë atë se çfarë është njoftuar dhe nëpër media që një kërkesë e dytë e SPAK ka mbërritur në kuvend për heqjen e imunitetit të ish zëvendës kryeministres dhe ish ministres së infrastrukturës dhe energjisë zonjës Belinda Balluku, tashmë deputete e kuvendit të Shqipërisë. Çfarë përmban kjo kërkesë, cilat mund të jenë akuzat e reja që ka ngritur SPAK ndryshe nga kërkesa e parë e cila përfshinte vetëm shkeljen e barazisë në tendera për sa i përket tunelit Llogaras dhe 7 lotet e unazës së madhe të Tiranës? Analizojmë dhe këtë çështje dhe çfarë do të bëjë mazhoranca këtë herë, pra cila do të jetë vota e parlamentit të vendit tonë. Mirë, le të ndalemi tek pjesa e parë, operacioni i madh i SPAK. Një operacion i gjerë i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka goditur atë që hetuesit e konsiderojnë një rrjet të strukturuar kriminal me shtrirje ndërkombëtare, i dyshuar për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës dhe për pastrimin e miliona eurove të përfituara nga ky aktivitet kriminal. Me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë arrest në burg për 15 persona, mes tyre Alfredo Amzaj, Arben Zykaj, Ardian Rama, Artur Shehu, Arben Ismailaj, Elton Mehmeti, Orkes Birçaj, Ores Sotaj, Drita Naga, Luciano Koçeku, Astrid Vladi, Kastriot Vladi, Dino Koçeku, Ervin Koçeku dhe Ilir Shtufi. Po ashtu u caktuan masa arrest në shtëpi për Gzim Ismailin, Leonard Bishajn, Edmond Jaupin, Besim Iftarin dhe Erion Ramën. Sipas SPAK, drejtuesit kryesor të organizatës dyshohet të kenë qenë Alfredo Amzaj dhe Luciano Koçeku. Hetimet kanë zbuluar se ata organizonin trafikun e kokainës nga vendet e Amerikës Latine, drejt porteve kryesore të Belgjikës, Spanjës dhe Hollandës, përmes një strukture të mirë organizuar që përfshinte furnizimin, transportin, magazinimin, përpunimi kimik dhe shpërndarjen e drogës në tregjet evropiane. Në aktivitetin kriminal, sipas dosjes hetimore, dyshohet se kanë bashkëpunuar dhe Orkes Birçaj, Ores Sotaj, Ardian Rama, Elton Mehmeti dhe Drita Naga, ndërsa janë dokumentuar kontakte me shtetas të huaj dhe grupe kriminale që operojnë në disa vende të Evropës. Një nga episodet më të rëndësishme të hetuara lidhet me sekuestrimin e 441 kg kokainë në Barcelonë të Spanjës. Sipas SPAK, kjo ngarkesë dyshohet se ishte pjesë e aktivitetit të rrjetit kriminal në hetim. Gjurmët e organizatës janë evidentuar edhe në sekuestrime të tjera të kokainës në Holandë, Itali dhe Mbretërinë të Bashkuar.
Një rol kyç në zbardhjen e skemës ka luajtur analizimi i komunikimeve të siguruara nga platforma e koduar SkyCC, përmes mesazheve të dekriptuara përgjimeve telefonike dhe dokumentacionit administruar gjatë hetimit. Autoritetet kanë dokumentuar koordinimin e vazhdueshëm të anëtarëve të grupit për menaxhimin e laboratorëve në Amerikën Latine, organizimin e transporteve dhe shpërndarjen e kokainës në Evropë. Paralelisht me hetimet për trafikun e drogës, SPAK ka ngritur dyshimet forta edhe për pastrim të parave. Sipas organit akuzës, Ardian Rama, Elton Mehmeti, Erion Rama, Alfredo Hamzaj, Arben Zyka, Luciano Koçeku, Orgjes Birçaj dhe Ore Sotaj dyshohet se kanë investuar të ardhura me origjinë kriminale në pasuri të paluajtshme, kompani tregtare dhe projekte ndërtimi. Ndërkohë hetuesit dyshojnë se Artur Sheu, Arben Ismailaj, Besim Yftari dhe Edmondja Upi kanë kryer veprime që synojnë fshirjen e origjinës pasurive dhe integrimin e parave të pista në ekonomi informale. Sipas SPAK, një pjesë e investimeve të dyshuara janë shtrirë në Tiranë, Palas, Himar dhe zona të tjera të Bregdetit shqiptar, ku janë identifikuar prova, vile luksoze dhe projekte ndërtimi të financuara me para që dyshohet se burojnë nga krimi. Në kuadër të operacionit janë ushtruar mbi 50 kontrolle në banesa, ambiente biznesi dhe zyra kompanish. Gjithashtu autoritetet greke arrestuan Ilir Shtufin, ndaj të cilit ishte caktuar masa arrest në burg. Bilanci i sekuestrimeve është jashtëzakonshëm: 17 vila, 67 apartamente, 106 garazhe, mbi 113.000 metra katror truall, 336 llogari bankare, një hotel në Vlorë, kompani tregtare, jate dhe automjete luksoze. Pasuri që sipas SPAK arrin vlerën paraprake mbi 128.4 milion euro. Lista e pasurive të bllokuara përfshin vila luksoze në Green Coast Palaces, prona në Jal, Himar dhe Rolling Hills në Tiranë, qindra e mijëra metra katror truall në zona bregdetare, një hotel në lungomare të Vlorës, automjet si Audi S8, Mercedes G-Class dhe Lamborghini, si dhe mjete lëndruese. Po ashtu janë vendosur në sekuestro 10 apartamente, garazhe, njësi shërbime dhe kuota në kompani të ndryshme tregtare në Shqipëri dhe Kosovë. Hetimet vijojnë në bashkëpunim me autoritetet e Francës, Belgjikës, Spanjës, Italisë, Britanisë së Madhe, Greqisë si dhe me Eurojust dhe Europol për të dokumentuar plotësisht aktivitetin e organizatës, për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të gjurmuar pasuri të tjera që dyshohet se rrjedhin nga trafiku ndërkombëtar i narkotikëve. Mirë, dashur shikues, ky ishte inserti për sa i përket aksionit të SPAK, goditje një rrjeti të madh kriminal, po themi, ashtu siç njofton zyrtarisht edhe kjo prokurori, të cilët kanë trafikuar sasi të mëdha të lëndëve narkotike nga Amerika Latine drejt tregjeve evropiane, e po ashtu në anën tjetër është bërë pastrimi i parave në vendin tonë. Mirë, për të diskutuar për të çështje dhe të tjera çështje me interes të lartë tashmë, unë kam të ftuar sonte në skenë krimi avokat Leonard Karajn. Avokat, shumë faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Dhe në lidhje direkte kam avokat Arben Langozin. Avokat, shumë faleminderit. Përshëndetje. Ta nisim me ju, me qenë se ju kam edhe në lidhje. Tani kulla, vila, apartamente, resorte, zonat më të rëndësishme ekonomike të Shqipërisë, duke se janë të përfshirë këta persona. Tani çfarë lexuat ju nga ky aksion i SPAK? Pra çfarë kuptuat nga hetimi? Unë mendoj që koha kur SPAK-u ka goditur këtë grup kriminal është në një moment kur protestat që po ndodhin në Tiranë nuk është se po pushojnë. Ato janë aktivizuar dhe janë ndezur akoma më shumë dhe duhesh diçka që të mundohesh ta sfumonte këto protesta dhe vlerësoj që këtu kemi të bëjmë një regji të radhës nga prokuroria e posaçme, sepse pyetja që lind, kush ishin provat kryesore që diskutohet apo që këto shtetas janë akuzuar. Të mos harrojmë që këtu kemi bëjmë me disa përgjime skaj që po bëjnë ja 7 vite, 8 vite që ndodhen në Republikën e Shqipërisë dhe aktualisht kemi të bëjmë me përgjime të cilat janë depozituar në Shqipëri prej kohësh dhe aktualisht pikërisht në këto momente goditet një person i cili është dhe bashkëpronar në Zvërnec. Pra kjo është ajo që mua më bën përshtypje fakti, sepse pikërisht në këto momente goditet. Kjo duhet të shikohet me një tjetër këndvështrim. Unë vlerësoj që këtu kemi goditje të një grupi kriminal me qëllim për të sfumuar protestën, për t'i treguar protestuesve që ne jemi duke
duke punuar dhe ne nuk kemi të implikuar dhe jemi duke ju përkrahur, por nuk është kjo. Unë vlerësoj sepse edhe nga vetë deklaratat për shtyp të dhëna nga prokuroria e posaçme rezulton se mbi 60% të tregut të ndërtimit në Shqipëri e kishin këto grupe kriminale dhe ka tregon që këtu kemi një lidhje të ngushtë të drejt për drejt të kryeministrit me këto grupe kriminale dhe kjo duhet parë dhe duhet hetuar dhe vetëm atëherë mund të themi ne që kemi goditje jo vetëm të një grupi të strukturuar kriminal apo një organizate kriminale, po kemi të bëjmë edhe me një aferë e cila shkon edhe më tej. Bëhet fjalë që kemi të bëjmë lidhje të këtyre grupeve kriminale me pushtetin ton aktual, sepse lind pyetja kush ja u ka dhënë 60% të lejeve të ndërtimit në Shqipëri? Kush ja u ka dhënë? Ja u ka dhënë kryeministri. Po, sepse është dhe kjo duhet hetuar dhe kjo duhet të shkojë më tej hetimi. Nuk mund të kënaqemi ne se ju sekuestrua pasuria u hetuaj grup. Nuk e hetuan këta atanët. Këta atanët thjesht morën këto prova të cilat ishin dorëzuar dhe depozituar nga organet e tjera ligjzbatuese dhe vendosin përpara përgjegjësisë tani pikërisht kur i duhet Edi Ramës një goditje e një prej personave që është implikuar në Zvërnec. Të bëj një pyetje avokat. Kjo është ajo që unë shoh. Ajo çfarë unë bëj një pyetje këtu është se sigurisht le ta bëjmë edhe në formë diskutimi. Ju thoni që SPAK le të themi është një goditje meregjik këtë herë për shkak për sformuar protestën, po nuk mendoni që në anën tjetër kjo goditje e SPAK-ut nxjerr në pa një realitet që mund t'i nxjisë protestuesit të jenë dhe më të shumtë në numër, dhe të keni kauzë ndoshta edhe më të fortë. Po interpretohet me duke njohur aktorët politik Edi Ramën, duke njohur edhe prokurorinë e posaçme, unë vlerësoj që Edi Rama do të thotë që prokuroria është duke e bërë detyrën e saj, tashmë prokuroria është duke hetuar, ja dhe një ndër bashkëpunëtarët u vu përpara përgjegjësisë, kështu që keni besim te drejtësia, sepse Rama, nëse do të i referohemi deklaratave që në momentet e para tha që duhet i drejtohemi gjykatave tha për të drejtën e pronësisë. Dhe aktualisht Rama do pretendoj që ja, shiko, drejtësia po funksionon. Por nga ana tjetër, unë e lexoj në këtë këndvështrim që implikimi i grupeve kriminale dhe kapja e qeverisë nga grupat kriminale është në ekstreme. Është aq e lartë sa që unë vlerësoj nuk mund të jetë me në një vend tjetër të Europës, jo, po dhe vendeve të botës tretë, të marrë krimi organizuar 60% të ndërtimeve në Shqipëri, të lejeve ndërtimit. Si është e mundur kjo gjë? Ne qartë. Faleminderit avokat, do rikthehemi sërish, do ta diskutojmë gjëre gjatë për kuptuar edhe më shumë. Përse pikërisht në këtë moment kjo goditje, avokat Leonard Karaj? Po kam përshtypjen domethënë se shteroi kolegu një situatë të tillë, sigurisht ka mënyra të leximit të gjës, ashtu si kundër shikon Langozi që praktikisht deri diku bie dakord, po për të bërë atë pragmatizmin deri në fund, unë do kënaqesha edhe me idenë domethënë pavarësisht gjës, shumë mirë domethënë që ndodhi. Pra shumë mirë domethënë që SPAK-u po operon, nuk ka rëndësi fare tani domethënë të gjejmë këtu kritika të qëndësishme deri diku në raport me mënyrën domethënë se si operon SPAK-u. Mua më intereson fakti që ka nisur një procedim penal ndaj këtyre personave. Disa prej tyre janë tashmë edhe prapahekurave, çka tregon domethënë që ka një lloj vendosmërie që kësaj gjë ti shkohet, nuk po them deri në fund, po ti grishet sadopak ajo korraca e parë, le të themi, se nuk e di domethënë. Ky mund të jetë një lloj icebergu që ka vetëm në paraqitjen e parë ato që na ka treguar SPAK-u, një zot e di domethënë se çfarë ka nën të. Teorikisht është një nga aksionet në volum ndër më të mirat që ka sot për sot SPAK-u referuar sekuestrimeve, sepse derisa të vinte konfiskimi, pastaj do ketë një procedurë shumë të gjatë. Po referuar sekuestrimeve duhet të thënë domethënë që është një nga procedurat deri diku më të mira. Unë duhet domethënë të ndalesh atë dy gjëra shumë të rëndësishme, të cilat ne shpeshherë kemi krijuar edhe një lloj kakofonie për shkak të faktit domethënë se nuk i kemi pasur informacionet e duhura. Takimi i Arubës, për të cilin flasin, është folur gjatë gjithë kësaj periudhe kohore në shumë raste, është lidhur edhe me kryeministin Edi Rama. Unë nuk e se duhet ta heq nga puzzle-i kryeministri Rama, por ama ka një fakt domethënës që do duhet teorikisht thënë, është që
Rama për të cilin flasim nuk është ai Rama kryeministri Rama, po është një nga ata 2-3 personazhe të cilët tashmë janë vendosur në masën e arrestit me burg në mungesë në rastin konkret, që bëhet fjalë për Erion Ramën në rastin konkret edhe për Adrian Ramën. Okej. Pra për këta flasim, sepse këta dy personazhe kanë qenë disa prej atyre të cilët ka marrë pjesë te ky grupi i famshëm i Arubës. Çfarë është grupi i Arubës, për ta kuptuar teleshikuesit? Në periudhën kohore 24 janar, 31 janar të vitit 2019, Artur Shehu, një personazh kontrovers i cili ka jetuar midis botës krimit dhe botës reale të biznesit, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëri një takim në këtë vend. Pse në këtë vend? Për faktin domethënë se një pjesë e atyre të cilët do duhet marrin pjesë në këtë takim nuk e kishin të lejuar që të futeshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk mund ta bënin takimin në Amerikë, sepse disa prej tyre nuk arrinin dot domethënë që të futeshin në Amerikë. Dhe aty është ndarë, domethënë le të themi Shqipëria ose pjesët më të mira të Shqipërisë në pozicione të tipit, domethënë ti do marrësh këtë, ky tjetri do marrë këtë, pra është ndarë llomka le të themi e Bregdetit shqiptar, duke pasur feedback nga edhe një qeveri, kjo e zotit Rama, e cila do t'i mbështesë në kuptimin më thjellë të fjalës. Dhe kështu ndodhi. Regjia më nxjerr pak atë foton e Arubës, lutem, që konfirmohet zyrtarisht nga SPAK, kjo që thot avokati ta. Çfarë atëherë aty në atë takim është bërë, kjo e gjitha sipas asaj që ka dalë nga dosja e SPAK. Nuk është e shpikur nga ana ime. Jo, është zyrtare, prandaj po them, për konfirmuar. Thjesht po lexoj dosjen e SPAK-ut. Pra, nuk është se un jam as OPG, sa ta lexoj, as avokat i gjës. Qëllimi i këtyre veprimeve, pra flasim për veprime të kriminale, trafiku drogës e tjera me radhë për pastrimin e parave në Shqipëri, thuhet këtu qëllimi i këtyre veprimeve provohet këtë qenë sigurimi i lejes të ndërtimit nëpërmjet organizimit të disa takimeve ndërmjet pjesëtarëve të grupit kriminal në Spanjë apo Aruba, sipas të dhënave të përftuara dhe nga letërporositë e dërguara nga autoritetet drejtësisë të shteteve të Spanjës dhe Belgjikës. Nëpërmjet njohjeve dhe lidhjeve të këtij grupi kriminal, ata kanë filluar veprime juridike me këto pasuri, të cilat rezultojnë të jenë intensive në vitet 2018 dhe 2020, kohë kur janë kryer takimet. Tani çka ka ndodhur? Gjithë historia ka qenë e pjesë. Artur Shehu ka pasur interes të veçantë për Zvërnecin. Zvërnecin, Gjilekën, Palasën, Drimadhesin, pra gjithë pjesën e Bregdetit. Po pjesa më kryesore për Artur Shehu ka qenë Zvërneci. Kjo sepse ai që në kryet herës ka pas filluar një procedurë në gjykatën e Vlorës dhe pastaj në gjykatën e apelit Vlorës për të përftuar sipërfaqe të jashtëzakonshme në hektar, po flas, në zonën e Zvërnecit, duke dërguar në gjykatë një si të thuash një provë, po e them un provë, i cili në gjykatë është disponuar si regjistri i daimit i vitit 1318. 1318 i kohës Otomanëve, i përkthyer nga osmanishtja e vjetër në Shqip, dhe ai e ka përftuar këtë, le të themi, provë, fakt, duke i treguar gjykatës se unë jam pasardhës i Sejit Ahmet Shehut, i Shehut të Kanijës, dhe si i tillë do duhet domethënë që të më njihet pronësia në lidhje me këtë sipërfaqe të mëdha në zonën e Zvërnecit. Me thënë drejtën, domethënë është për të ardhur keq që një pjesë e mirë e gjyqësorit shqiptar, avokati mund të jetë më i saktë se sa unë në këtë aspekt, duke filluar që nga ata gjyqtar të gjykatës shkallës parë, po dhe ata gjyqtar e gjykatës së apelit, këtu po përmend vetëm një emër, zotin Alaudin Maleqi, i cili nuk është më pjesë e gjyqësorit shqiptar, të cilët kanë dhënë vendime pro kësaj çështje, dhe të gjitha këto vendime pastaj mbrapa janë kthyer nga gjykata e lartë, sepse ky vendim, ky regjistri i daimit nga gjykata e lartë është konsideruar si një shkresë ose si një provë totalisht e manipuluar. Tani çudia vetë është kur gjykata e lartë thotë domethënë që kjo është e manipuluar, si është e mundur domethënë që hipoteka ka regjistruar këtë? Dhe sepse në bazë të kësaj prove, le të themi thelbësore, tu e ka regjistruar hipotekë Vlorës. Po sigurisht e Vlorës. Aty janë 17 drejtorë të ndëruar kështu për pak kohë. Kjo është historia aty dhe në pak fjalë kur neve bëjmë biseda ose nxjerrim se shumë njerëz na thonë ju bëni teori konspirative. Jo, ja aty janë 93 familje vlonjate, të cilët unë nuk e kuptoj se nuk ngren zërin aq sa duhet.
sepse nuk mund të protestoj unë, kolegu apo ti, po duhet protestojnë ata, të cilët pretendojnë se kanë AMTP në lidhje me pronat, me tokat bujqësore, po flas, në zonën e Zvërnecit, dhe teorikisht nuk kanë pasur mundësi që të regjistrojnë pikërisht për shkak të këtyre vendimeve të gjykatave të shkallës parë dhe të apelit. Këtu është gjithë emra Akilit. Zoti Artur Sheu, këtë lloj me bazë këtij vendimit të cilin e ka regjistruar, pastaj këtë pronë ja ka shitur kompanisë të dy vëllezërve nga Katari, të cilët në dieni të plot, apo pa dieni, nuk bëj dot as prokurorin as avokatin e tyre, kanë bler pronën në vlerën e 128 kusur milion eurove, të cilët shumë e cila sot 128,4 milionë sekuestruar. Shumë e cila sot është sekuestruar, nuk është sekuestruar prona vlera e tyre, që ta kuptojnë shqiptarët. Janë sekuestruar parat që Artur Sheu do t'i çonte në llogarinë e vëllezër nga Katari. Vëllezër nga Katari ja çon Artur Sheu në llogari. Llogari, po fiks kjo është, më fal se të gatrova. Jo, s'ka problem. Dhe kjo shumë parash kishte mbetur në llogarinë e noterit e ngrirë, ashtu sikundër referon ligji shqiptar deri në momentin kur kalon dhe certifikata e pronësisë në emrin e personave në fjalë. Kjo shumë tashmë është bllokuar, është ngrirë dhe kjo është një gjë shumë e mirë në mendimin tim derisa të qartësohet gjithë historia. E qartë. Do rikthehem sërish në art. Avokat, ndoshta se e di që ndoshta mund keni edhe pak probleme me zërin se më njoftua dhe pak mund ketë ndoshta edhe interferencë edhe zërin, kështu që regjia të lutem. Avokat, më dëgjoni besoj, jo? Po, dëgjoj. Okej. Perfekt. Tani, për çështjen e takimit Arubës, që e sqaroi edhe Nardi, ke diçka këtu, kemi ndonjë gjë që mund të shtojmë se ajo ka qenë histori e cila u duk pak shumë fikshëm. Parimisht, okej, dakord, kolegu im me të drejtë thotë që këtu kemi të bëjmë me një hetim që Spaku është duke e zhvilluar, por nga ana tjetër me të vërtetë është bërë ky takimi i Arubas dhe janë vendosur marrja e një sër pronash në Zvërnec. Por me këtë do t'i merrni këto prona, si do t'i merrni këto prona, si janë dhënë leje zhvillimore në rastin konkret. Pse nuk ketohen, dhe unë me këtë e kam. Se deri tani jemi dhe nuk diskutohet që kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminale, me grup të rrezikshëm, ashtu siç është konstatuar, por nuk duhet ngelemi në këtë fazë. Dhe pse pikërisht nuk është tetuar më tej? Si është dhënë leja zhvillimore, se kemi leje zhvillimore për disa grupe kriminale, nuk është se është vetëm kjo. Ka grupe kriminale pafund, gjithë Shqipëria është e glabëruar, nga jugu në veri, i gjithë Bregdeti. Dhe këto grupe kriminale nëpërmjet mekanizmit kryeministrit, sepse jo pa qëllim, lejet janë vendosur në një dorë, të gjitha lejet i jep kryeministri, dhe 60% të lejeve i paska grupet kriminale, edhe 60% i ka ky grup kriminale, dhe pjesët e tjera normal shpërndahen me porosi. Unë vetëm atëherë do të themi që kemi një hetim të plot, të gjithanshëm, dhe nuk diskutohet që në takimin e Arubas, ashtu siç është reklamuar dhe nga mediat italiane, kemi të bëjmë me një grup të strukturuar, e përfshirë edhe politika, e përfshirë edhe qeveria shqiptare. Sepse mos harrojmë që në kolegët tuaj të Rai 3 kanë publikuar, Rai 3 apo mos gaboj një media italiane, kanë publikuar që në këtë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues qeverisë shqiptare. Atëherë kjo s'ka dalë. Ka ndonjë zyrtar aty? Qeveria shqiptare të vetë ulet këmbkryq me bandat, me grupet kriminale e tjerë. Dhe kjo është e rëndë. Dhe atëherë do të themu që po, prokuroria e posaçme ka bërë një punë të mirë dhe ja ku kemi arritur dhe rezultati këtu që po hetohen dhe këto politikanët tonë të korruptuar, sepse nëse politika nuk do arrinte ta fuqizonte krimin e organizuar, duke i dhënë leje zhvillimi, duke i dhënë pasuri, duke i dhënë tendera, prokurime publike, atëherë do ishte një keqje e vogël ky grup kriminal, sepse ishte dhe i thjesht për të luftuar, por kur ka mbështetjen e një shteti të tërë, unë vlerësoj që këtu kemi kapitulluar si republik, nuk kemi më ne këtu, Republika Shqipërisë është në duart e krimit, dhe kjo është ajo që është më e rënda. Se nuk mund të themi ne u godit një grup kriminal, është goditur në çdo vend të botës, se nuk diskutohet që ka, mos harrojmë kartelet meksikane janë pafund edhe FBI-a merr në mëngjesin darkë me ato, edhe s'po ja del një jetë të tërë. Edhe nuk diskutohet Shqipëria. Por kush është Kreu, ai që ka marrë pjesë në Aruba, pse nuk del ai? Kush ka qenë i qeverisë shqiptare në Aruba?
Kjo nuk është. Kemi prokurorit posaçme të rregull, të rregull, po vjen për policisë dhe këta politikanë korruptuar, këta ministrat korruptuar. Deri atëherë, për mendimin tim do jemi në vend numëro. Mos të themi që kur të përfundoj mandati prokurorëve të SPAK-ut, atëherë do dalin edhe të pafalë. Ne kemi parë pasuri pafund, kemi rastin e spitalit ose këtyre Klod Allajbeut, ju sekuestruan gjitha pasuritë, doli u hoqën gjitha sekuestrat. Pse? U hoqën sepse ndikimi i këtyre grupeve kriminale, lidhjet e grupeve kriminale me politikën, me qeverinë, arrin deri aty sa krijojnë dhe ligje. Të mos harrojmë se kemi një ligj të posaçëm. Ku janë ligji për zonat e mbrojtura? Arriti grupi kriminal e ndryshoi. Si mundet mos pretendojmë që ky grup kriminal mund ndryshojë edhe ligjin për funksionimin e prokurorisë posaçme? Arrin sepse ne kemi PD PS bashk. Ne mos të harrojmë që Berisha doli dhe mbështeti këtë projekt në Zvërnec. Dhe është ajo që unë e kam thënë, këtu nuk kemi investime të huaja. Tu kemi investime të grupeve kriminale dhe pastrimin produktit të aktivitetit kriminal politikanëve, të gjithë lekë që vidhen kombit shqiptar. Atje shkojnë këto. Do shkojnë nëpërmjet këtij sheu si e ka, do shkojnë në Zvërnec. Po nuk janë lekët e Amerikës, janë lekët e politikës, janë lekët tona. Avokat, një pyetje. Vjedhura taksa paguzve shkojnë nëpërmjet strukturës që është bërë në Aruba. Një pyetje, avokat. Janë mbledhur dhe do bëjmë një lloj rrjeti pastrim produkti. Dhe ja ku e ke rezultatin. Nuk e di, avokat, më dëgjon, no? Po. Një pyetje. Tani, si ka mundësi që gjithë organe kështu ligjzbatuese e të tjera me radhë që kemi në Shqipëri që të mund mos parandalojnë dot një investim të mundshëm ku parat dyshojnë që kompania, individjet tjera me radhë mund t'i kenë si pjesë e aktivitetit kriminal. Më thënë, nuk e kemi në këtë kapacitet teknologjik, njerëzor, aftësi e tjera me radhë ta bëjmë? Po si do ta kemi ne kur shërbimi informativ dihet se ku është, të gjitha gjendet i dim gjithë ne, i ke në Google, i ke në rrjetet sociale, sepse kemi pjesën tjetër të krimit organizuar të lidhur me shtetin, që akshi jo është në duart e krimit. Menaxhohet aty çdo lloj informacioni ka krimi. E si mund të pretendojmë ne që kemi struktura ligjzbatuese, si mund të pretendojmë ne që kemi drejtori pastrim produktit veprës penale? E kemi, po e kemi në mënyrë figurative. E kemi kur blen njëri një objekt ku i gjetë lekët ti 20 milion lekë që ke kursime të një jete. Se me këto s'merret sepse është i madhi, është ai. Ai që sot ka gjithë Shqipërinë kundër, edhe prisi se ku do përfundojë. Ai do ketë një fund të hidhur, sepse nuk ka kryeministër në botë që të përdoret nga krimi organizuar. Ai ka kujtuar se po përdor krimin organizuar, po jo, krimi organizuar po përdor atë. Edhe kjo është evidente, sepse përderisa 60% të aseteve të pasurisë të paluajtshme e merr krimi organizuar, çfarë jeti, çfarë kryeministri e ti. Ku i kemi strukturat ne? Ku i kemi, se ne presim ndaj policë zone. Po nuk është ajo struktura. Sa lek lëvrohen, si kalojnë, si s'kalojnë. Kemi ekoparkun Durrës. Ekoparkun Durrës është pikërisht pastrim produkti. Më thoni mua ju sa lek kanë ardhur. Zero. Sa kontrata janë lidhur me qytetarët, pa fund. Dhe të gjitha këto kontrata janë pastrimi produkt politikanëve ku del vetë familja e Diramës. Edhe ne presim do bëjmë një shtet, duhet kemi besim, pasaporta 2030, ne s'kemi rrugë, ne s'kemi spitale, s'kemi ilaçe. Kjo është pasaporta vitit 2030. Okej. Europa e krimit, se kjo është Europa. Kemi dhe çështje ku do diskutojmë për protestën, që ndoshta mund t'i shtroni edhe si kauza për diskutim këto pjesë. Avokat, unë di që ju ndërpreva në një moment më herët kur ju ishit duke shpjeguar për shkak minutazhit që ta bëjmë dhe diskutim, apo ta bëj pyetjen si sillin parat në Shqipëri. Si gjendën mënyrat, mua më kujtohet dhe amnistia fiskale që u prezantua diku në 2022-shin nga qeveria. Ka një mënyra. Dhe po të shikosh listën e atyre të cilët janë sot ose në kërkim nga SPAK-u ose të arrestuar nga SPAK-u, janë njerëz, personazhe të cilët njihen mirë në botën e biznesit të ndërtimit, po e themi neve kështu për t'u bërë qefin, sepse teorikisht domethënë rezultojnë që nuk janë të tillë, sepse aty ke vëllezërit Vladi për shembull, të cilët janë hetuar për Toyota Yaris, për 3.5 milionë euro të Toyota Yaris, të cilët për mendimin tim shumë modest,
më duket domethënë që ka ndaluar te Aurel Zarkat, ish prokurori, po më duket domethënë që nuk ka qenë aty, si të thuash, thelbi i gjës, por po a mendsoj tani që emra të fuqishëm, qoftë nga ana e prokurorisë, qoftë nga ana e gjykatës, të interceptuar ose në hetim janë fshirë pikërisht domethënë për të mos e zbardhur ashtu siç duhet këtë çështjen e Toyota Yarisit. Këtë e them duke mos pasur prova, sepse unë informacionin e kam. E qartë. Që të kuptohemi drejt. Këta personazhe sot domethënë janë në kërkim për shkak të kësaj gjëje. Tani sigurisht do që ta shohësh gotën bosh, gjysmë bosh. S'ka bërë asgjë Spaku se fund ditës domethënë thjesht janë ulur aty dhe po lexojnë çfarë ka rrjedhur nga Sky ECC-ja, sepse e gjithë ky hetim është Sky ECC. Ta kuptojnë drejt shqiptarët. Ky nuk është hetimi i Spakut. Kjo është e gjitha të dhënat që kanë rrjedhur nga bisedat e viteve 2019, 2020, 2021, të përftuara nga ato çfarë na ka sjellur Europa, Franca, Gjermania dhe Belgjika, sidomos Belgjika, për shkak të hetimeve që ka zhvilluar atje. Dhe këta tanët thjesht domethënë janë ulur dhe e kanë transkriptuar këto lloj biseda, pra që të jemi të qartë. Sigurisht unë nuk ka heq, sepse thashë një tjetër. Kjo histori është do ta shikosh plot apo do gjysmë bosh apo gjysmë plot. Unë dua të jem pozitivist në rastin konkret. Uroj shumë që këta të bëjnë diçka. Të bëjnë diçka. Aty ka personazhe të tjerë të tipit Orest Sota. Për ata që nuk e dinë, Orest Sota vjen nga një familje biznesmenësh. Babai vet ka qenë një person i cili njihet si një nga njerëzit që sillte hekuri në Shqipëri, nga njerëzit më të rëndësishëm që sillte hekuri, po nuk po të flas për sot, po flas për viteve 2000, 2000 e këtem atan. Pra biznesi mirëfill po thua. Biznesi mirëfill. Një personazh i cili ka pas në media, ka qenë një nga aksionerët e gazetës Panorama, themeluesi i gazetës Tirana Observer, unë ka pas fati të punoj në të dyja, kur ka qenë student në aso kohë, dikur, kështu që e njoh si histori. Orest Sota është ai që mbahet mend për ato 836.000 euro që ju gjetën domethënë në makinë dhe nuk i ndodhi asnjë gjë. Dhe Orest Sota është ai personi që është aksioner dhe administrator i Frontis Beton, një nga ato kompanitë në Tiranë, e cila dihet më botërisht për lejet e ndërtimit për kullat që ka marrë. Kjo nuk mundet t'i thuhet Spakut sot, për mendimin tim shumë modest, po edhe një herë tjetër, që ta xerosh me zero, se kjo është diçka. Apo edhe për këtë manjatin e makinave të shtrenjta, personazhin e Top 7, zotin Bishaj, edhe ky një personazh i cili normalisht është vënë edhe ky në hetim nga Spaku dhe i është sekuestruar prona për të cilat po flasim, apo po duhesh ti edhe për Ilir Shtufin, për një personazh kontravers i cili herë shikon si pjesë e maxhorancës, duke qenë se merr pjesë domethënë tek Unaza e Madhe e Tiranës, te loti 4, dhe del qartazi edhe tek bisedat e Ervis Beberit që bën me zonjën Berlinda Balluku, por edhe si personazh i cili ka mëkuar familjen Berisha, edhe këtu ne e dim fort mirë domethënë që gojet e liga, jo unë, se unë nuk e kam tagër, sot edhe djali i zotit Berisha jeton në vilën në Rollin Hills të dërtuar nga zoti Ilir Shtufi. Të paktën kjo gjë flitet. Apo edhe për faktin që ky personazh është duke ndërtuar një nga ndërtesat më të larta në Shqipëri, malin e Tiranës, aty ku ka qenë dikur Disco Club Albania për ata që e kujtojnë, një ndërtesë e cila është vetëthjesht për ta kuptuar për pak informacion, është 30 metra, minimalisht 30 metra nën tokë. E qartë. Dhe është 158 metra mbi tokë. Pra, kulla më e lartë. Pra, që të flasësh për të tilla, le të themi, ndërtesa, ku vetëm taksa e infrastrukturës shkon 15 milion euro, vetëm taksa, pra ti do ta paguash taksën e infrastrukturës, pastaj fillosh punosh. Pra vetëm kjo ka një shumë marramëndse. Imagjino për ta bërë tani. Pra po flasim për personazhe të cilët parati kanë pasur me maune. Sepse të thuash me eskavator apo kështu me maune, në kuptimin e plot fjalë. Nga kanë ardhur këto para? Sky ECC-ja, hetimi Spaku, na tregoka që të gjitha këto para vika nga bota e nëndeshme e drogës. Dhe një gjë që shumë e rëndësishme që ndoli nga mendja. Gjithë kjo histori, di çka pse ka filluar?
të paktën sipas hetimit të SPAK-ut, nga përgjimet që ka bërë le të themi Interpoli Europian dhe prokuroria belge në lidhje me Bashkimin Osmanin. Bashkimi Osmani nuk është një personazh i njohur në Shqipëri, por është një personazh shumë i njohur në botën europiane, le të themi në ato zyrat e Interpolit Europian. Vëllezërit Osmani ose të quajtur klani Osmani janë kosovar, drejtohen nga ky bosi sipas mediave, sipas prokurorisë belge, që quhet Bashkimi Osmani, Qazim Bekim dhe nuk më vjen emri, Burim Osmani, të cilët ky Bashkim Osmani që në krye të herës që para 20 viteve ka qenë martuar me një shtetase gjermane dhe ka filluar të gjithë atë le të themi biznesin e tij, të cilën e ka kamufluar me hotele sa në Majorka, sa në Belgjik, sa në Gjermani, sa në Francë, po kryesisht në Spanjën jugore dhe pastaj edhe për të kaluar në Amerikën Latine, të kamufluar pastaj me dërgesat e shumta në ton, po flasim, të kokainës. Të gjitha këto janë hetime tashmë të kryera nga detimi prokuroria belge, ajsa para 2-3 vitesh, në një aksion, më duket në 2022, në një aksion të gjithë Interpolit Europian, ku morën pjesë rreth 600 inspektor, policë inspektor, për në këtë aksionin e madh që u zhvilluar ndaj klanit Osmanit. Ju sugestruan miliona euro, 40 milionë euro, kriptovaluta pafund, pasuri të pafundme. Pse e thash këtë? Sepse klani Osmani ka qenë ajo ndërlidhja që ka pasur Artur Sheu dhe bota e le të themi e nëndheshme e këtyre të cilët sot janë në hetim nga SPAK-u dhe në pranga disa prej tyre, pikërisht me këtë klan. Pra, ka qenë një konglomerat i madh shqiptarësh të lidhur me botën e krimit, të cilët kanë dashur në një mënyrë apo në një tjetër, kanë vënë piketat e tyre, duke filluar nga Imara dhe deri në Darzez, pra pjesë më të mirë të bredetit shqiptar, për ta bërë pjesë të tyre. Deri diku, për mos me thonë e kanë arritur totalisht, sepse të gjitha përgjigjet e SPAK-ut arrin deri në pikën sa, le të themi njollosin, nuk e di para sa është e mundur, por e njollosin edhe emrin e një nga biznesmenët më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe të Ballkanit, po doni juve, si zotin Zamir Mane. Po, përmendet aty. Përmendet në atë. Nuk e di se sa implikuar mund të jetë zoti Mane këtu, sepse s'duhet vedojnë zjarr, po flitet domethënë që edhe për dajatije. Episodi është që Zamir Mane si kanë kërkuar që të përfshin një pjesë të pronës së tyre, që ky grup kishte pronësi ta përfshinin pjesë të projektit. Dhe kjo gjë ka ndodhur. 3 milionë euro. Po dhe kjo gjë ka ndodhur. Dhe kërkoi 3 milionë euro pagesa. Po, për në Green Coast. Dhe kjo gjë ka ndodhur. Pra, domethënë, ajo për të cilat flitet që ka dalë nga Sky ECC-ja, se ato kanë qenë indicie, mos e bëjmë edhe një këtë lloj debati. Indicet të çojnë te prova, dhe prova është kjo. Ti shkon në Green Coast dhe shikon që kjo gjë ka ndodhur. Unë yshtem të besoj që kjo do jetë një hetim shumë serioz dhe nuk do përfundoj si ato 50 e Lalierit apo ato trendelinat e Lalierit, të cilat dolën në arrest shtëpie dhe diku në punë vullnetare në komunitet, as punë vullnetare në komunitet nuk bën ato. Tani është vap, nuk dalin. Avokat. Po. Tani të pyes dhe për Zvërnecin, sepse në rastin konkret SPAK ka sekuestruar le të themi transaksionin që kanë bërë dy vëllezërit nga Katari drejt Artur Sheut që kërkonin t'i blinin pronën. SPAK sigurisht e ka sekuestruar për momentin, derisa nuk e di se çetim do bëhet tani. Për Zvërnecin si e shikon këtë histori, se nuk kemi pasur mundësi ta diskutojmë. Ka projekt, s'ka projekt, ka leje ndërtimi, s'ka leje ndërtimi, kush e ndërton, kush nuk e ndërton. Këtu janë një pyetje, po 3-4 të bëra. Tani, që ka leje ndërtimi, kjo është bërë publike. Pra, ka dalë, është publikuar dhe pa dokumentacion dhe pas bardhje leje, nuk diskutohet, nuk është, po që është miratuar leje, është miratuar dhe kjo është e pa diskutueshme. Që të miratohet leja pa projekt, kjo sërish është pa diskutueshme. Që në Shqipëri nuk ka në një resort apo në një zhvillim të ketë projekt, ne këta e kemi parë. Kemi parë unazën e madhe që është pandehur aktualisht zonja Balluku, ku nuk ka pasur projekt. Pra, në Shqipëri projektet janë dytësore ose më saktë nuk ka fare. Mjafton zhvillimi dhe bëhet pa projekt, pa preventiv. Edhe kjo ka ndodhur dhe në Zvërnec, është dhënë leja, tani do zhvillosh sipas interesave të grupeve kriminale, ashtu siç donin ata, po ata nuk kanë qëllim që të mbrojnë zonën, ashtu siç është
me vendim të ndikimit mjedis e tjerë, po të zhvillohesh zona ashtu siç e intereson grupeve kriminale. E të mos harrojmë që këtu në këtë zonë, edhe në të gjithë Shqipërinë, kemi një bashkëpunim në 35 vite dhe unë bashkohem plotësisht me protestuesit. 35 vite veprimet kriminale të gjitha aktorëve politik kanë mbështetur njëri tjetrin. Të mos harrojmë që ka filluar tjetërsimi pronës shumë vite më parë. Nuk diskutohet që ka qenë pjesë edhe drejtësia. Pra këtu kemi një drejtësi politik, opozit e pozit që bën bashkë për të llabëruar Shqipërinë. Edhe kjo ka ndodhur në Zvërnec. Gjykatat kanë dhënë vendime me dokumentat falsifikuara. Kanë përfituar vetë pasuri sepse ka dalë publikisht që kanë përfituar gjyqtarët pasuri në atë zonë. Edhe kjo është shmenduri që të bësh korrupsion kaq hapur. Dhe ajo që është më e rëndësishme është t'i vënë vulën, dalin krimi organizuar, pastron paratë politikanëve dhe investohet. Ku është se nuk është sekuestruar kjo pasuri? Edhe na vin gjoja me Demek, do na vin dhëndrit Trumpit, ne do investoj një projekt madhor. Janë mashtrime, janë lekët e politikanëve shqiptar aty. Ato do investohen. Të mos harrojmë që këtu kemi vjedhje pafund, duke filluar plazhi Generalit, Qerreti, Bishpora, kemi Nartën e tjerë me radhë, janë të gjitha me dokumentat falsifikuara dhe është një hetim që ka ndodhur nga Prokuroria e Tiranës dhe pikërisht unë do t'ju jap edhe numrin e hetimit dhe procedimit, sepse është hetuar dhe është pushuar në kohën kur ka qenë pikërisht Dumani ka qenë prokuror ose titullari prokurorisë në lidhje me task force në Tiranë. Dhe është procedimi penal me numër 3146 i vitit 2008. Të gjitha zonat janë hetuar dhe në përfundim, në konkluzione përfundimtare, ndryshohet prokurori dhe hiqet dhe pala i heq dorë prokurori nga konkluzionet, nga akuza që ka bërë. Edhe pushohet çështja. Po pse ndodh kjo? Unë kam lexuar janë veprime korruptive ndër vite. Pishporoja përmendet aty, Pishporoja përmendet tek përgjimet që i thot ai në atë kohë në vitin 2009 ka mbështypjen, është mos gabohem diku në janar për të qenë korrekt 2009-s, i thot folqit fusin me urgjencë dhe pishporon. Ja po të lexoj. Po të lexoj një pjesë të përgjimeve. Në datën 11/1/2009 bashkëbiseduesi shkruan të martën mbledhje në KRTSH. Edhe i Pandeuri e kam për Bishporën, thot, kërkoj Bishporën. Dhe në datë 12, një ditë mbrapa, po fola, thot, do dalë zyrtare, do takoj. Po në 13 është miratur, për 3 ditë është shitur gjitha ajo zonë. Për 3 ditë. Po, është e vërtet të përgjim, sepse jam në djeni të këtij përgjimi. Atëherë, pse nuk hapen këto? Pse nuk hapet kjo çështje prap? Apo se dalin politikanë, se det prokuroria e përgjithshme, dalin të gjithë bashkë. Po Dumani ka këto. Kjo është ajo. Edhe këtu kemi mbi 20 akte ekspertimi që dalin dokumentat falsifikuara. Pse nuk është hapur? Pa i ka Dumani ka këto. E skajt që janë përgjime që janë të dyshimta, edhe nuk marrin përgjimet tona që janë përgjime procedurale, të bëra me vendim gjykate. Pa i ka Dumani këto avokat. A mund t'i kërkoj Altin Dumani si prokuror në SPAK t'ia kërkoj këto përgjime prokurorisë Tiranës? Të njëjtën dosje që ka pas dikur. Edhe pos nuk i pat. Ja këto i kam unë, ja u vë unë dispozicion, nuk ka problem. E kam unë si din originale, me përgjimet originale. Si mundet të pretendohet që prokuroria nuk ka informacion? Ka, po çfarë ndodh? Andi, shikohet tani çfarë ka ndodhur. Prokuroria e përgjithshme e ka ndruar prokurorin në konkluzione përfundimtare dhe mbas saj ka Pandeuri aksioner. E ka punësuar ai, sepse ngeli pa punë e mori e futin punë se i bëri nder jetë ajo. Ja them dhe emrin se nuk e kam problem, Xhillari, bëhet fjalë për Xhillarin, ai ka gisht aty, 1.200.000 metra katror tokë. E kemi me përgjime procedurale. Çfarë bën kjo prokuroria jon? Pse nuk hapen këto çështje? Pse nuk hapen? Ka dhe djalim, ka 1 metër katror tokë atje. Duhet ta gëzoj djalim, djalë juaj, familja tona. Nuk janë këto bën pasur, bank tjetër aty me pasurinë kombëtare. Tetoj Dumani, mos merret me cicmice.
Jo përgjimi dhe futet, se me të drejtë kolegu ime tha, zoti Ore Sota, ka një baba që ka një jetë të tërë me fushën e ndërtimeve. Si mundet tani që të dalim ne të hetohet për pastrim produkti sepse ai justifikon para. Dhe nesër do t'i kthehen, po pse kaq budallë jemi ne shqiptarët, që na gënjesh ti, po heton ti Ore Sotën, ne dim shumë mirë që ai ka të ardhurat ligjshme. Pra këto janë fluska sa puni për momentin, që të bindim ne, gjoja po bëhet punë, qa punë është këmë, hetojmë valla si është marrë kjo pasuri, hetojmë kush janë zyrtarët e korruptuar. Ka ardhur koha andi që Shqipëri të marrin përgjigje grabitja pronave. Nuk mund të jemi vetëm vend në gjithë Europën që kemi probleme pronash. Shkon Maqedoni s'ke probleme pronash, shkon Kosovë s'ke probleme pronash. Te ne ka, pse? Sepse gjykat, prokurori, polici, shtet, kryeministër janë gjithë bashkë për të glabëruar pronën shqiptare. Ne e qartë. Mirë, faleminderit. Është turpshme të dali Berisha të ofendoj protestuesit. E kupton ku jemi apo jo? Ja, do të diskutojmë. Kauza aq të ligjshme, aq të ndershme, aq të pastra sa se ke ide. E diskutojmë sa të mbyll dhe çështjen e Zvërnecit me Nardin dhe do të diskutojmë avokat dhe e di që do duhet të largoni pas diskutimit të çështjes së protestës, por sa të kemi mundësi unë tash do t'ja marr pak kohën. Avokat, çështja e Zvërnecit e kemi diskutuar vetëm një pjesë në momentet fillestare të gjës, por në kushtet ku jemi aktualisht që kanë kaluar le të themi 12 ditë protesta. Çfarë është? Okej, sot bën 13. Sot është 13-a. Tani, çfarë ka ndodhur? Ku jemi me Zvërnecin? Ka leje ndërtimi, s'ka leje ndërtimi? E shpjegoj pak Langozi, çfarë dini më shumë? Ju keni thënë që janë 93 familje. E kam domethënë në kam tepër të transparencë gjithë historisë. Po shiko këtu tani, sikur në do të shpesh në Shqipëri, këtu kemi një mentalitet të ngushtë komunist. Në të gjithë aspektet, këtu çdo gjë bëhet njëherë dhe pastaj rregullohen letrat. Dhe në rastin konkret, Langozi sapo ta tha, domosdoshmë mos përsëritim njëri tjetrin. Jo, nëse këtu është fakt mos zotëri i nderuar që është dhënë leja e zhvillimore. Tani unë se kuptoj, domethënë nuk dua të jem domethënë një juristi më i ditur i Shqipërisë. Por në momentin kur jepet një leje zhvillimore, minimalisht ka një projekt fillestar. Nuk po them që ka një projekt të qëndrueshëm përfundimtar, por minimalisht ka një projekt fillestar. Në momentin kur ka një projekt fillestar, dalin dhe le të themi rekuizitet ose ana financiare së gjës. Dhe herën e kaluar ku më ke pyetur për këtë gjë të kam thënë, zoti kryeminist në fillim tha, ore tha si s'keni turp, tha juve ja dini, tha dhe përçmoni, tha një pronë e cila do vinë ata, tha do shpenzoj këtu 4.5 miliard euro. Investim, po. Ore zoti kryeminist, pse nuk thua 10 më burr? Gënjeshtrë në dorë ke? Pse thua 4.5 nuk thua 10? Ose pse nuk thua 2, nuk thua 6? Pra, nuk është kjo historia e gjës. Prit, e para. E dyta, ka diçka domethënë, nuk mund të nisësh as edhe një herë me idenë domethënë që këtu nuk ka një projekt, sepse nëse s'do kishte projekt, nuk do shkonin njerëzit do të vinin gardhin asaj. Është dhënë leje ndërtimi për atë gardhin, nga përshtypja është leje veçantë KKT-ja, të Këshillit Kombëtar i Territorit sepse kam lexuar. Ka leje ndërtimi, regjia të lutem nëse më rikthem foton e emisionit kaluar. Mos më lodh tani të. Jo, por e kam për audiencën, ose unë e di që ti e di, po unë e sqaroj me audiencën. Mos më lodh sepse tani siç është ajo, është identike, por në një shkallë shumë herë më të vogël, kur ti shkon e ndërton me leje për një shtëpi të vogël. A do bësh një shtëpi? Po. Ajo shtëpia jote, a ka konturet e gjurmës? Po, veri, jugli, po. Gjurmë, gjurmë. Ka gjurmë. Ka edhe oborrin, le të themi, nga ku shkon. Se jo për patë 200 metra katror, do ndërtosh 200 metra katror. Do ndërtosh një gjimi. Ashtu, tani e ka ato. Ti e ve gardhin ti aty kur fillon e bën. Te duhet të bëj pyetje unë ti. Ose atyre që e bën. Po rrethon, sigurisht rrethohet ajo. Po atëherë, po të në koncept o zotëri nderuar. Ti në momentin kur ti depoziton një projekt, qoftë dhe fillestar, për mendimin tim është përfundimtar ai. Leje çfarë thot Natmania e Surrelit, për mendimin tim është përfundimtar, po ai tani s'ka ç'zë se Zermat tha ai. U kuriozuesh Zermat s'ka ç'a bën. Aty ka pas një projekt jo nga familja Trump. Ata janë thjesht për mendimin tim si e shikoj unë, A se kisha pyetje unë këtë. E kam pyetje këtë. Çfarë është ai Trump? Çfarë janë këta Trumpi tani? Unë e shikoj kështu, Ande. Këta janë, si me thënë, kur ti do bësh diçka, por nuk të shkon për shtatë e emri Andit, po të shkon për shtatë e emri Nardit. Po pse? Sepse në emri Nardit ka një imazh më të madh.
Ta harroni juve se të vika Ivanka Trump edhe Jared Kushner edhe do merka me Zvërnecin apo me atë letemi Sazanin. Se nuk ka me miliona e miliarda ishujt e tjerë në Europë të duash ti, në Greqi, në Itali, që janë shumë herë më atraktiv se sa Zvërneci. Po s'kur ta marrim më lehtë tu tek ne për shembull. Jo, këtu u falet më lehtë. U falet. Në rregull, u falet. Aman, hajde merre. Se ma kalon baba dhe nona këto mua, Zvërnecin. Këtu jemi ne. Jo më lehtë. Kjo është historia. Aty është një produkt i xhiri i gjithi që vinë nga parat e pista të këtyre që sa po folën pak më përpara. Kushner thua që është emër politik i marrëveshjes, po themi? Absolutisht mo. Dhe jo dashur Ramës për të ndërtuar një lloj marrëdhënie, po lodhët më po heq të zinte u lirë për të ndërtuar një marrëdhënie me familjen Trump, po lodhët është futur sa me njërina, sa me bordin e paqes, sa me Bibi Netanyahu, sa me të gjithë lobinjët e mundur, aq sa sot nuk ka zero marrëdhënie me Erdoganin, me vlla Erdoganin, ka zero marrëdhënie me motrën Meloni, ka zero marrëdhënie me Europën zyrtare, me Gjermaninë e me gjithë tjerët. Si do më thënë që t'i bie në sy familjes Trump. Asaj familje që në 2016 i thoshte, po erdhi ky në pushtet si president, do jetë shkatërimi i njerëzimit. Për këtë po flasim ne, o Andi. Pra këtu halli nuk është problemi do më thënë i shqiptarëve. Këtu problemi është si të rregullojmë marrëdhënien e mirë Rama dhe nga krau tjetër dhe Berisha. Sepse në qoftë se do ta kesh pjesë të debatit, këtu është të qash me ojim o burr. Se në momentin kur ty të shpërthen një nga protestat më të bukura të mundshme. Kalon te protesta si tem? Ta mbyll dhe këtë dhe pastaj jepe Langozit. Okej, perfekt. Në momentin kur ty të shpërthen një nga protestat më të bukura që ka ndodhur ndonjëherë në këtë vend, më të bukurat realisht, më të bukurat, ty nga njëra anë domethënë të duket sikur Edi Rama është ai njeriu i cili pas të cilit fshihet gjenuiteti politik, dhe nga ana tjetër ty të hiqet le të themi një lloj waivers, sepse nuk është fiks non grata. Po, është një lloj pezullimi. Një lloj pezullimi për zotin Berisha. Pra, i çohet ujë atij të cilit mundësisht jo duhet ja presësh, por do duhet domethënë që ti presësh vit. Thash burimin thotë ti. Po, jo t'ia thash burimin, më është si puna e shiut në shkretiri, them unë. Pra mua më çudit kjo mënyrë e trajtimit të gjës. Ka aty që duhet të apresësh një herë e mirë të drejtën politike, po flas. Ti në momentin më të caktuar, çfarë i bën? U jep oksigjen. Dhe kjo pastaj është diskutojmë edhe këtë. Regjia, të lutem, më kalo me siglin që të vjojmë diskutimin me Langozin për çfarë po ndodh me protestat, kërkesat e qytetarëve, energjia e rinisë etj me radhë. Sigla. Avokat Arben Langozi, e vjojmë këtë bisedë së bashku, unë do t'ju mbaj dhe pak minuta. Si e keni parë këtë protestë që kryesisht është e të rive, është e cilësuar si Gen Z, Gjenerata Z, por aty nuk është vetëm Gjenerata Z, sigurisht do ta kuptojmë, por energjia është e madhe. Unë mendoj që e kemi paragjykuar popullin, që kemi thënë që populli shqiptar nuk ngrihet. Nuk i ngrihet tamam. Mendoj dhe këto protesta ne me të vërtet na bëjnë krenar. Sepse që të ngrihesh, të protestosh, është një drejt kushtetuese. Dhe jo pa qëllim. Janë bërë vendim gjykatës kushtetuese, është e drejtë e njeriut. Konventa flet gjëre gjatë për protestën dhe rasti konkret kemi protesta masive dhe aq më tepër që sot mos gabojemi në ditën e 14 që do jetë protesta sa vjet e rritet. Është masive, është kundër pakënaqësive, nuk kemi të bëjmë protest vetëm për Zvërnec. Kemi bëjmë për gllabërimin që ka bërë politika shqiptare në 35 vite Shqipërisë. Edhe unë jam pro tyre protestuesve. I kam mbështetur, kam folur, do flas dhe do t'i përkras sepse është e turpshme që dalin gazetar, analist, dev, dalin kundër protestuesve, duke bërë pis. Ata janë të gjithë njerëz që kanë halle, probleme që shteti shqiptar nuk ja u zgjidh. Nuk kanë pensione, nuk kanë ilaçe, nuk kanë spitale, nuk kanë arsim, nuk kanë asgjë. Pra, kur ne nuk kemi asnjë lloj shërbimi nga shteti shqiptar, që duam këtë pushtet, që duam këtë shtet, që vetë bëjnë mbledhje në Aruba. Nuk është kjo. Ne këtu jemi të gjithë familjar, punojmë dhe të mos ishim ne
prindrit tanë nuk blini dot ilaçe, dhe ne besojmë bjem dakord gjithë. A mundet të jetë që prindrit tanë kanë punuar një jetë të tërë edhe mos të marrin shërbimet më minimale spitali? E çfarë pasaporte europiane do na japi çfarë do na garantoj ky mashtrus? Sa është mashtrus kokë kam. Edhe unë fajtohem plotësisht me protestën, po flasi qytetar, jo si avokat. Kemi një kryeministër i cili mashtron na mëngjesin darkë. Nuk kam vajtur një premtim. Bën ligje me porosi për grupet kriminale. Vete dhe ngre dhe vjet qytetarët. Vjet taksat e qytetarëve ja u jep grupeve kriminale. Të mos harrojmë Akshi, të mos harrojmë inceneratorët, të mos harrojmë hemodializën, mos harrojmë, unë i kam listuar që kur ka ardhur afera mbi 50 milion euro që mund të jenë mbi 75 raste. Mbi 75 raste këtij kryeministri. Dhe madje kemi një tjetër atje, një TPD-s që e ka privatizuar totalisht partinë. Po pse më një individ kemi ne, kjo, po s'jen ta dy çfarë do bëhet? Nuk ka njerëz Shqipëria, ka njerëz. Është Andi, është tjetri, ka goxha rini, të hapen rrugët, të zgjidhen njerëzit e dur. Sepse nuk mundet të funksionojë më me një projekt të viteve para viteve 90. Dhe është një kauzë dhe çështje shumë e drejtë. Të gjitha ato problematika që ngrihen në protest janë etike, janë që ne i kemi prekur për ditë. I shikojmë për ditë. Si mundet të dalim ne të bëjmë pis analistët nga studiot, duke thënë nuk bë kjo, jo po ky lidhur me çfarë janë këto skema më. Këto janë skema akoma primitive të kohës komunizmit. Ka njerëz që kanë dinjitet Shqipëri më. Nuk janë gjithë shitur ai shesh atje që janë mbi 100.000 vet. Nuk janë gjithë shitur. Janë të gjithë që kanë hallën kurris. Ku do shkoj kjo protestë? Ku do shkoj kjo protestë sipas jush, Langozi? Duke parë vendosmërinë e qytetarëve që protestojnë, unë e shoh që kjo është finishi i kryeministrit tonë. Është fundi, po fundi do jetë i lehtë apo i hidhur, e ka në dorë ai. Sepse nëse ai do vazhdoj duke i ofenduar, duke i kritikuar, duke i bërë pis, duke futur shërbime informative të huaja, do jetë një fund i hidhur për të. Nëse ai do reflektoj, duke kërkuar dhe ndjes popullit shqiptar, duke kërkuar ndjes prindërve të mi, prindërve tuaj, gjithë shqiptarëve, që i ka vjedhur taksat, i ka vjedhur pensionet, i ka vjedhur energjinë, i ka vjedhur Shqipërinë, atëherë mendoj që ai mund të ketë ndonjë amnisti. Po pa bërë këto, ky kryeministër do ketë një fund të hidhur. Jo fund të hidhur se do arrestohet, jo, se unë s'kam besim fare që tonë Rama në burg, Berisha në burg. Kush do t'i arrestojmë? Patronazhistët që e kemi në krye të shtetit. Ata që janë bërë palë, se me të drejtë kolegu e tha, që këtu kemi drejtësinë të implikuar. Nuk e arrestojnë Ramën ata. As Berishën nuk e arrestojnë. Morën një urdhër politik nëpërmjet Juri Kime e disa tjerëve dhe u morën shik me Berishën. Ja ku e ke Berishën, a e të bëjnë ero të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që të gjithë e dim ne. Të gjithë e dim që këta kanë bërë krime. Të gjithë kanë prindër, fëmijë, i kanë jashtë shtetit. Pse mos jetojmë në Shqipëri? Çfarë na mungon ne? Na mungon udhëheqja, na mungon që të kemi prioritet në pasuritë që kemi. Mund na krijohet grupet kriminale. Mund na krijohet një politret politik nëpërmjet kësaj proteste që do dalë përballë dy poleve, sepse ne e dimë që Shqipëria është një, le të themi, një skem politike e bipolarizuar, pra janë dy pole politike PS-PD. Mund të ketë një pol, dikur i ka qenë LSI-ja, por nuk është më në atë fuqi. Mund të krijohet ky politret që të jetë përballë këtyre, shikon këtë lëvizje politike? E shoh se në moment që do krijohet një politret, këtu do kemi dështim të kësaj proteste. Sepse deri tani jemi të hallet e qytetarëve, janë aq të indinjuar, aq të ngarkuar, saqë kanë pritur një jetë të tërë për të nxjerrë të mlepin aty në shesh, sa e ke parë Andi besoj që nuk ikin nga sheshi më. Deri në 12 zgjat, deri në bas orës 12 fëmijë që bredhen për rrugë. Pse? Sepse e kanë një etikë, e kanë lëkurat e që dalin e flasin aty, nuk e kanë për qëllime përfitimi. Nuk ka fitim aty. Nuk ka fitim edhe organizimi është shumë rutin. Unë shpresoj që të dalin njerëz të ndershëm që Shqipërinë ta çojnë përpara, sepse është vendi im.
Se unë kam një fëmijë që duhet arris këtu, që të ketë gjithë të mirat në Republikën e tij, të ketë shërbimet, të shërbej vendit vet. Ashtu si gjithë prind, mua vjen shumë keq që thonë njerëzit, jam i kënaqur, më tha një koleg, se i kam 2 fëmijët në Gjermani. Pa mundet të kënaqemi ne që truri, investimi një jetë të tërë të shkojnë në Gjermani, që ta marrësh një fëmijë të arrisësh e ta çosh në Gjermani. A është kjo arritja e një prindi? Se mos të themi ne që jemi të lumtur që fëmijët tanë po jetojnë këtu te ne. Se mos të ndodhi kjo gjë. Edhe kjo do ndodhi padyshim me ndryshimin e klasave politike, që kjo politike vjetër, që edhe shumë njerëz janë servil të politikës vjetër, duhet të mos jenë pjesë e kësaj loje. Del Berisha i mbajnë çantën Berishës, imagjinoj ku kanë arritur, kush e di kush është, apo Rama në ana tjetër dele e flet vetëm Rama, se ne s'kemi deputet, ne kemi ca matrapaz që vjen aty për të marrë atë rrogën. Nuk kemi ne deputet, kemi hajdut që nuk i shërbejnë qytetarit, se që në moment që zgjidhen e përzgjidhen nga politika deputetët tanë, ka marrë fund, nuk kemi më shtet. A keni ju, keni familje më, kam 3 nipër, i kam në Itali. Pse mos t'jen këtu? Pse mos t'jen këtu me ne, të shërbejmë vendit tonë më dhe? E qartë. Na del Rama, na bën antimiting, është e turpshme, të mershme. Del Berisha sham protestuesit, do bëhet, pse kush është Berisha? Po Berisha ka ndruar qendrim. Berisha ndroi qendrim, e ke lexuar këtë në fillim ishte kundër, pastaj doli pro gjatë rrugës. Po të kthejmë bunën afrynera ja mjeshtra këta. Po jo, s'është ashtu. Nuk populli ka një fjalë të bukur, ajo që për shty nuk lëpihet, mbahet deri në fund atë. Është njolla në fytyrën e Berishës. Është një ngrata e shqiptarëve ndaj tij. S'mund ta kthesh fytyrën sa herë që të ndryshon. Ka ikur ako. Njerëzit nuk janë më budallënj. Njerëzit duan të mira, duan të jetojnë këtu, duan të gëzojnë pasuritë e veta. Na është bërë jeta stres më valla. Zgjohesh mëngjes, s'di me këto përplasësh, s'di me këto zihesh. Grupet kriminale vendosin drejtora, policia etj. Që është kjo jetesë kështu më valla. Nuk është kjo mënyra e jetesës, nuk duhet të jetojmë me stres ne. Pse se kemi disa palaço politikanë. Kemi Zegjinen e shoqjet e Zegjines në politikë na shesin mend. Pse kjo është mënyra që do ecim ne në Bashkimin Evropian, me Zegjinen do vëmë në Bashkimin Evropian, apo shoqjet e saj. Apo me Edi Rama. Del Edi Rama, krenari, jam krenarta se unë i kam zjera setet e mia pa lekta. A ju e turpi zote, me atë edukat japë, a e mbani mend më çfarë i tha fëmijëve valla. I tha, unë tha shiko kontrolloni Google, tha Edi Rama, nuk do të dal unë aty. E kuptoj ku është ai, perversi. Dhe e qartë. Mirë, Langozi, unë të them faleminderit që të pata sonde në sken krimi se e di që do duhet të lëvizni. Faleminderit, unë ndoshta fola pak më shumë me emocion, po unë përjetoj atë protestë, unë kam qenë disa herë, po nuk dua të marr rol aktiv, doja lëm publikut, popullit, ta udhëheqi populli më. Unë s'jam as i parti, dhe s'mi intereson, nuk kam përfituar nga askush. Atje do të flasin ata që kanë halle, ata që janë përballur me kancerin, ata që janë përballur me gjithë institucionet e shpifura të këtij shteti që nga viti 1990 deri më sot. Ta tregoj të gjithëve, se ngela duke folur unë, kolegu im, duke folur ti si gazetar, e disa gazetarë se ata janë të paguar nga ky llumi i politikës tonë. Por duhet flasin ata që me vërtet kanë në lëkurë këtë gjë. Edhe atje të flasin çdo ditë dhe unë do t'i përkrah deri në pikën e fundit. Langozi, të falenderoj shumë që pada në sken krimi, e vlerësoj. Mirupafshim. Faleminderit. Nart, mund të lija pak më gjatë Langozin që të bënte këtë përmbylljen e protestës që të vijojmë së bashku, domethënë se ndoshta kemi lënë, kemi harruar, t'i kujtojmë për protestën. Ku do shkoj se ka shumë energji aty. Atëherë, si shikoj unë, edhe për te asaja. E para njerë që në kryet të herës mendoj dhe më thënë e kam parë si një protest genuine për një arsyet vetme. Sepse aty mund të shikosh nga të gjitha llojet e shqiptarisë. Pra, musliman, katolik, ortodoks, ambientalist, patriot, njerëz që përfaqësojnë, le të themi, shtresa të ndryshme të shoqërisë shqiptare, të cilët i bashkon një qëllim, cili është? I cili është të mbrojmë
Shqipërinë nga kryehajduteria. Dhe kryehajduteria këtu në rasti konkret është më së pari qeverisja Edi Rama dhe qeverisja e tij, dhe më së dyti opozita e shitur prej vitesh tashmë te ky surrogato. Kjo gjë ku kuptua vonë kjo avokat? Jo, shiko këtu, ka gjithmonë një pikë vlimi them. Okej. Pra, leri këto sofizmat se i kam dëgjuar me shumë gjatë gjithë se periudhë kohore, që po mima pse s'u ngritën më përpara, po bile kam dëgjuar edhe këtë historinë. Jo, tek nafta vërtet, tek nafta 16 veta do të lutem, pra. Kanë thënë edhe këtë. Po mima ky ligji i zonave të mbrojtura ndryshoi në 2024 pse s'u ngritën në 2024. Është argument? Nuk prodhonte efekt në atëherë, po. Po jo, është argument? Nuk është. Është një lloj si të më thuash mua, pse nuk u shpall pavarësia e Shqipërisë në 1444-ën, po u shpall në 1912-ën. Ka çdo gjë ka pjekin e vet, them unë, dhe nuk e lidhet çdo gjë me atë të cilin e prodhon, por dhe me efektet anësore të cilat jep kjo gjë. E solli më, kjo protestë nuk është Zvërneci. Sepse po ai sa Zvërneci është dhe Rjolli, po ai sa Rjolli është dhe Driloni, është Butrinti, është Thethi, është Velipoja, është Durrësi. Pra, ti mund të kapësh 1001 arsye ambientaliste për të thënë domethënë që ja vlen protesta për të bërë. Pastaj për të shkuar arsimi, ilaçet, shëndetësia, ku diun domethënë 1001 arsye për të thënë, ora ti mjafton fare, më kthe televizorin dhe thuaj, çka ka thënë Sultan Surreli në 2013-ën, çka ka thënë 2017-ën, çka ka thënë 2021-ën. E njëjta panorama. Në momentin ku ai më thot mua akoma sot prisni se do të sjell ujë në rubineta, mua këtu ka marr fund më historia, më për çfarë histori do bësh ti më? Çfarë do të bësh ti më për te kësaj? 2013-ën tha dy gjëra tha. Ujë 24 orë. Dhe çështjen e pronave tha, nuk e keni me qeverinë, e keni me mua personalisht. Nxirreni, sa aty e keni të shkojtur. E keni me mua personalisht. Tani çfarë ti bëj personalisht atë njeriu? Unë ti apo gjithkusht? Shkojnë burg për Edi Ramën. Më të mbyll familjen time për shkak të Edi Ramës, sepse kjo është historia. Çfarë mund i bësh atij? Protesta në vetvete, ka një problem Edi Rama këtu. Që u mundua me gjithë sikariot e tia të turpshëm. Gjithë palachot mediatik që dalin nga njëra media në tjetën, që nga ai Ardit Bido, për cilën ka pas një respekt të jashtëzakonshëm si njeri, le të themi i ri, po më kam vjet të vjell kur e shikoj tashmë, që prodhoi atë iskenimin e agjenturës greke, ku janë më këta agjentura greke se na hoqe barkun më burr. Apo të gjithë lloj surrogate, nuk po flas për ata gazetarucët, si Batonaxhiu e Frokrat e më thet tash. Këta nuk janë kategoria 0 për mua. Realisht 0. Që të cilët mundohen t'i shpjegojnë domethënë të mira dhe benefitet që mund t'i vinë shtetit shqiptarëve nga fakti domethënë që aty do vije, do bëhet një le të themi resort në të cilin ta dinë shqiptarët, ta dinë vlonjatët, në harkun e 100 kilometrave nuk do arrin dot t'i afrohen. Jo më të përfitojnë. Po si do afrohesh ti aty? I afrohesh sot Green Coastit ti? Se po ta bëj thjesht fare gjën. Pyetje tjetër. I afrohesh do to. Po e ke 10.000 lekë orën e parkingut, më nuk po të them që të pish kafe atje. Si do shkosh ti? Do shkojnë këto sallabandat me ata që bëjnë, që merren me drogë çdo ditë. Po jo ti dhe unë. Ku është përfitimi këtu i shqiptarëve? E njëjta histori do jetë me Zvërneci, me shumë Zvërnec atje. Shkon ti te plazhi Manastiri sot më? Po shkoj një herë të shoh si do shkosh. Ti s'po shkon dot kësa mil më burr. Se dërmiun e ke harruar ti. Dhe kur të kam thënë që këtu pas një 5 vitës shqiptarët do të ngelet vetëm golemi dhe televizori, detin ta shohin nga televizori. Se dhe golemi më bëhet shtrejtohet. Dhe do të kuptoni historinë se çfarë po ndodh këtu. Çfarë është e bukur kësaj proteste? Edhe inati i madh i Sultan Surrelit, fakti që nuk ka një kokë që t'ia presin ose që ta blej. Pra protesta nuk ka një kokë. E ka penguar kjo? Sigurisht. Ai po vdes që të kuptoj domethënë se kush janë kokat që do pres dhe ti blej. Se o i pret o i blen. Nuk ka një kokë aty. Dhe ata e kanë ruajtur me një lloj fanatizmi
Gjithë këtë histori. Të them që më tha dikush që punon, dikuj që ju duhet emri? Sigurisht. Dhe sigurisht ata njerëz të ndryshëm do përpiqen të shfrytëzojnë informacioni ku ta gjejnë për interesat caktuara. Dhe më shkruan thotë, "Kur kush e drejton këtë protesta se ju ka ngelur merak?" Përgjigjja ime ishte e tillë. Nuk e kam dhe ne e kam nuk ta jap, po dhe ne e pash mos e ço. Po pra, fiks është kjo histori. Domethënë për të dalë aty ku Tani para pak unë nuk jap informacione të cilat nuk i konfirmoj vetë. po ajo se kupton dot njerëz. Po ama më jep vjen një mesazh i bukur nga personi që ma çon e besoj domethënë se ka edhe një lloj qasje, iniciativë, këtë po e them edhe për skup më tepër se mund edhe mos jetë e tillë. Që thonë, ka një nga grupi iniciatorë është edhe dhe ideja domethënë e krijimit së asaj qeverisë, si thon këta qeveria teknike e kujdestare. Dhe për efekt mediatik më tepër po e bëj, po unë nuk e besoj teoretikisht. Po për televizion, ajo është tezë, pra tezë qarkullim po. Ajo që më ka ardhur më thot, si kryeministër është propozuar zoti Marin Mema. Po? Jacqueline Lekatari, ministre për Europën dhe punëve të jashtme. Gentian Progni, ministre i infrastrukturës dhe energjisë. Arlin Qorri, ministre i ekonomisë. Florian Binaj, minister i punëve të brendshme. Adriatik Klapaj, ministre i drejtësisë. Fatma Axhialiu, minister e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Edlira Çepani, minister e mjedisit. Agron Shej, minister i financave. Osman Stafa, ministri i shëndetësisë. Elena Kocaqi, minister e arsimit. Visuar Dalipi, minister i mbrojtjes dhe Fjora Albaponar, minister e turizmit, kulturës dhe sportit. Tani, këtë e thash dhe për tepër për skup dhe për të futur në dalldi të gjithë ata që mendojnë domethënë që këtu nuk ka. Pas do ndiku atë që po qarkullon. Këtu nuk ka. Çfarë po bëjnë këta? Ku do shkoj kjo histori? Edhe kurkund mos shkoft më. Ai ka tundur themelet e këtij palo shteti? Se po më zauron pyetjet. Çfarë bëri kjo protestë deri në këto momente? Deri në këto momente çfarë ka bërë më saktë? Po mirë pra, apo e kthe kundërt. Unë nuk jam fort i motshëm se jam i ri akoma, po me të dëgjuar kam dhe pa të nuk. Me të dëgjuar e kam që kjo protestë nuk arrin dot në konsistencë dhe në afat kohor të e konkuron njësisht edhe protestat e studentëve të 1990-s. I konkuron dhe ato? Po. Pse? Sepse teorikisht po të me një tjetër, protestat e asaj periudhe kohore nuk ishin 14 ditë andi. Sepse pushteti ishte kaq i lodhur, po them unë, sa që u tkur shumë shpejt. U tkur shumë shpejt. Sigurisht, lodhja e shqiptarëve, era e ndryshimit në gjithë Europën, se mos flasim, po flasim për ato që ka po ndodhur në gjithë Europën lindore. Pra kishte kontekst shoqëror. Dhe ishte një lloj ndryshimi epokal nga një regjim komunist në një regjim le të themi kapitalist demokrat. Kurse këtu nuk është se jemi tek çështja e ndryshimit të regjimit, se ne jemi demokraci, jemi hibride, por teorikisht aty jemi. Por ama ti të rish 14 ditë rresht. Të mbledhesh gjithmonë më tepër. Sepse asnjëherë nuk ka ardhur në ulje le të themi protesta. Dhe të rish andi nga ora 6 mbasdite deri në orën 12:01 të natës, kur vazhdon pelegrinazhi në gjitha rrugët e Tiranës, po ma gjetet një rast unikal tjetër. Nga 1990 këtej u ndërzoan. Pra aq sa unë diore. Sepse ja munduar njerëzit domethënë që të bëjnë krahasime sa me protestat e Partisë Demokratike, apo qoftë të Partisë Socialiste, apo me protestën e armëve kimike, apo dhe më përpara. Jo, është unikale kjo. Unikale edhe për shkak të fazën një tjetër. Nuk ka protestë e Partisë Demokratike që mblidhe goxha njerëz. E ka fjalën ajo në konkurs. Ko e bashkë si ka pas mbledhur ato, sepse kishte një mobilizim ato para dimisitimit. Ishte mobilizim militantësh. Kurse këtu mund ta thash, këtu ti shikon zonja me fëmijë, me karrocë me fëmijë, të rinj, të reja, njerëz të cilët kur në momentin kur shikojnë një akses dhune, të shkojnë edhe të kuntravihen, sepse duan domethënë që të protestojnë paqësisht. Pra është teorikisht diçka krejt tjetër. Nuk duan t'i japin në mënyrë absolute pikpalo regjimi mundësinë domethënë që tonë këta janë të dhunshëm. Dëgjoj dy teza. Një protestë që domethënë është e vështirë ta çoj diku dhe do duhet që në një moment caktuar të ketë një dhunë për treguar një lloj agresiviteti dhe ndoshta për ta shkundur më shumë një qeveri.
Është ky rasti? Jo. Si analizon? Jo, nuk e besoj. Duhet vazhdojë në këtë lloj forme, këtë lloj presioni. Absolutisht në këtë lloj forme. Nuk duhet i jepet mundësi pushtetit këtij regjimi, domethënë që të thonë domosdoshmë këta janë si gjithë tjerë. E ke vënë ti Andi domethënë që në gjatë gjithë këtyre ditëve nuk ke pasur asnjë eksponent, asnjë deklarat nga ambasadat e huaja në Republikën e Shqipërisë në raport me këtë protestë, zero. Po bëni kujdes, ka dhe nga këto njoftimet, po s'ka pas fare. Po s'ka pas fare. Ambasada amerikane dilte gjithmonë e thoshte security mos dilni aty kur dilnin protestat e PS-s dhe të PD-s, po duhesh një lloj sigurisht s'ka pasur fare. Do thuhesh ti është gjë e mirë, për mua nuk është e mjaftueshme. Heshtja nuk është e mjaftueshme për mua. E qartë. Unë do kisha pritur shumë që duke filluar që nga Gonzato, që nga kuraja me punë Gonzato bëri një gjysmë aty në bulevard. Ishte mesazhi? Absolutisht po. Që po eci për krah qytetarëve? Unë duhet ta lexoj kështu, ai ndoshta e ka pasur tjetër kund idenë. Ai se po dalin xhiro. Unë nuk e di unë këtë. Unë nuk po merrem mendjen e tij. Diplomacia është trik është diplomacia nuk është ajo që e holl për një herë, duhet dalësh 2 herë, 3 herë që ta kuptojmë realisht në që ashtu është. Po unë e ftoj, ai sa unë ti gjithë në zotrinj, heshtja nuk mjafton për këtë popull. Nëse po ta mbani mend, i vetmi ambasador në Shqipëri që ka dalë për krah një partie politike për ndryshimin e regjimit edhe të votës, pra rotacionin politik, ka qenë Raja Ersoni 1992. Që doli për krah Berishës, sepse donte me patjetër që në Shqipëri të ndodhte rotacioni politik. Se në 91 u bën zgjedhjet dhe prapra Mizali ishte president o burr. Shqiptarët nuk e kuptuan domethënë që dorë zotrin duhet të heqim këtë klasë të kalbur politike. Tani, unë këtë kërkoj nga le të themi, nga trupa diplomatike e shteteve të huaja në Shqipëri. Në qoftë se realisht duan që këtu të ndodhë diçka. Në qoftë se këta pastaj në njërin krah heshtin, në krahun tjetër i heqin waiversin zotit Berisha, se duhet ta diskutonin. Tu pastaj mua më bën domethënë që të kap qimet e sjetullës, si themun, sepse këtu nuk ka kuptim kjo histori o vëlla. Berisha fillimisht ishte kundër protestës. Fakt publik, por pro investimit. Sot është pro protestës dhe pro investimit. Berisha është një kameleon politik, zotëri i nderuar, që ndikoi non grata këtu. Sigurisht. Që për herë të parë në të gjithë karrierën e tij politike është munduar të lëpijë sa të ketë mundësi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cili do qofshin ata në pushtet, po flas, thjesht që të heqin, të ketë mundësi që të heqin 9 gradën e tij. Shqiptarët duhet ta dinë, historia e Sali Berishës me misionin diplomatik në Shqipëri dhe jo vetëm, ka qenë një histori vetëm urrejtje. E qartë. 94-ën me ambasadorin asaj kohe, që tha si kishte një lloj marrëdhënie sepse pse i tha për punën e referendumit. 96-ën i erdhi nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nuk e priti fare. 97-ën me Mariza Linot një gjë. 99-ën e bëri atë ambasadori që vdiq nga zemra, që i tha ky ishte me dashnorën aty. Mbani mend, Jeffrey Limprehti. Të njëjtën histori po duhesh ti të vazhdoj me të gjithë ambasadorët, me Arvizun, me Withers, me pati mirë, sepse i tha burr shteti, por jo nuk e pas dhe për plasë të tjera. Guvernatori tha atje. Guvernatori Edi Ramës në 2013. Okej, jo po pas ka kaluar kjo. Kemi marrë nevojë, po se kam. Pastaj me Donald Lune. Mbani mend shumë mirë se çfarë ndodhi, po të mos fol pastaj për jurikim. Pra të thuash ti që Sali Berisha është ky dashnori i madh i Amerikës, pra tani mua më bën bëdhjell kjo histori. Çfarë do thotë që pezullojmë? Okej, do të shpjegosh diçka. Vetëm një gjë do të shpjegoj. Të gjithë ato që janë lumturuar në mënyrë më eksplicite në raport me këtë Withersin që i kanë hequr zotit Berisha. Waiversin po. Pezullimin pezullim quhet ai, ë? Po. Ti drejtë që të shkosh në Amerikë, që ta kuptojnë. Ti ke të drejtë që mund të shkosh në Amerikë. Po drejtën për shkuar në Amerikë e kam dhënë unë edhe ti që jemi politikan. Por ama këty nuk të hiqet damka si një person i korruptuar dhe që vazhdon të jesh i stacionuar nga ana e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Çfarë do thotë pezullim i këtij i statusit non grata për interesat kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës? Cilat janë interesat kombëtare të Amerikës në raport me Berishën? Ja, kjo është pra, kjo çështja e zvërnecit mund të jetë një interes. Se të prishim në imazhin e Ivanka Trumpit dhe Jared Kushner,
cilë është vajza dhe dhëndri pra, i Berisha si është kërkuar që tjetë pro projektit, është pro projektit. Është pro projektit, është pro projektit, pra kjo është. Pyetja që u ngre është pro projektit, po është pro shqiptarëve. Se o do jesh me projektin, o do jesh me shqiptarët. Ky është problemi. Berisha sot, PD-ja që ai përfaqëson, është kundër shqiptarëve. Shqiptarët duhet ta dinë këtë gjë. Pra sa unë kam frym të them. Kjo është leximi juaj, po. E dyta, dakord më mund të mirë këtë neve që okay, nuk do nesër Berisha do marrin biletën, do presin në biletën, do shkojnë në Amerikë, po. Çfarë sjell të mire Shqipërisë apo PD-s apo shqiptarëve kjo? Ndryshon gjë në qenien Sali Berisha, politikani Sali Berisha? Prit, ai sot është de facto de jure kryetari i Partisë Demokratike. Okej, dhe kush Për disa vitesh për shkak të statusit non grata, kjo parti vuan në qasin që ka në raport me ambasadën, me Po çfarë ndryshimi përbën pra? Retorike kam se s'duhet më kthesh ti përgjigjen, jo. Unë ta jap përgjigjen. Unë ta jap dhe një përgjigje se bën dhe bashkëbisedim. Okay. Më thënë, kjo ndërprerje e marrëdhënieve diplomatike e Partisë Demokratike me aleatët amerikanë, më thënë ka kushtuar shumë shtrenjtë Partisë Demokratike, ka bërë një parti të izoluar. S'është vërtet fare kjo. U di në një amerikan ti që voton në Shqipëri? Jo, kam çështjen e imazhit si perceptohet kjo parti. Po zotëri edhe një, ti menon domethënë që ai katunari aty që hedh votën, shkon pyet Amerikën se çfarë menon për Sali Berishën, për Edi Rama para sa të hedhin votën? Këtë perceptim ke ti? Nëse nuk ndikon tek 10, nëse nuk ndikon tek 10, ndikon tek 5. Ore, mund të ndikojë vetëm tek militanti, po ja militanti e ka damë një herë më randi. Nuk ka lidhje fare kjo historia, je apo nuk je. Po t'ishte puna kështu, Amerika, a ishte ajo Amerikë që përkrate atë dreqin në Lulzim Bashën? A ishte ajo Amerika? Po pse si ja dhanë Lulzim Bashës votën? Të demokratë, të shqiptarët. Përse? Pra nuk është ky koncepti i gjës. Ti e di që në 2021 i hyni diskutimi me mua në raport me Lul Bashën dhe me Edi Ramën. Po flas për te 2021, kur ndodhi non grata. Mirë, okay, dakor. Kur ndodhi non grata, unë po të them këtë histori, këtë lloj qasje. Ajo që unë po të them është që nuk të sjell në pushtet dashuria që ti ke me Amerikën apo me Brukselin zyrtar. Në pushtet të sjellin vota e qytetarëve shqiptar. Besueshmëria që ke ndaj atyre dhe serioziteti që ke ndaj atyre. Nëse ti më thua mua që tani që Sali Berisha po ta quaj që nuk është fare non grata. Nuk është më. Nuk është. Ti mendon domethënë që shqiptarët tani do thonë, "Ua, bravo, tani nuk jeni non grata, do shkojmë do votojmë gjithë Partinë Demokratike. Do votojmë një 85 vjeçar që dihet bëhet dhe një kryeminist i Shqipërisë." Se unë nuk e kisha këto argumentin, sepse nga që dhe nuk dua të jap shumë mendim sepse janë në rolin e moderatorit, mund të argumentoja, por kjo që ju thoni sigurisht është njëra anë. Por pastaj pjesa tjetër është diskutimi që bëhet për domethënë lider i ri për të rirë në moshën 81 vjeçare. I them në një diskutim. Se ja ul një vit 82? 82 dhe në 2029 do jetë 85. Nëse ti mendon, domethënë që Shqipëria ka nevojë për një kryeministër 85 vjeçar, Brego ma vazhdoni shkoneve unë nuk kam as edhe një lloj problematike në këtë aspekt. Bëheni si të doni me këtë histori. Unë po dua t'i them shqiptarëve, pra ata që duhen besojnë. Vetëm mos më këto bëheni se më duket sikur I kam gjëra tu. Jo, më i them bëheni aty, jo ty. Kështu që bëheni, I them atyre. Se më duket vetë faktorë. Dhe të gjithë butakëve pa shtyllë kurrizore, të cilët në 2021-shin duar trokitën fort në momentin kur Sali Berisha u shpall non grata dhe kam fjalën këtu për Gaskëbardhin, për Agronkën, sepse ja them me konotacion negativ se të tillë janë, janë butak, më janë tip, pa shtyllë kurrizore fare. Sot ishin të parët ata që duhet trokisnin. A di sa ka te PD-ja si punë këtyre më? Lëpirsa. Pa fund më. Më unë respektoj më shumë flamur nogër më sot rinderuar. Ai që është, ai budallaj që është. Po nga dita 0 edhe deri tani ka qëndruar aty më të budallikuj vetë pa aty është. E respektojmë atë. Po piruetat e këtyre nuk I doroj dot. E qartë. Avokat, diskutojmë një çështje të fundit. Të lutem regjia më kalon me silën, diskutojmë pak për kërkesën që përflitet se ka shkuar në kuvend për heqjen e lirisë zonjës Belinda Balluku, kërkesë nga ana e Spakut. Sigla. Mirë, është përfolur tashmë mediatikisht që Spak ka dërguar pranë le të themi zyrave të kuvendit
kërkesën për heqjen e imunitetit, një kërkesë e përsëritur nga ana e SPAK pas le të themi mohimit që i bëri mazhoranca erës kaluar, kërkesës së SPAK për nuk i dha imunitetin e zonjës Belinda Balluku. Çfarë dim për këtë histori, avokat? Çfarë po ndodh? Tani modestisht. Për juve si moderator këtu edhe për kolegun tuaj zotin Redi Varaku, do ma lejoni domethënë që të ma jepni të paktën medaljen e asaj që u kam thënë për para 3 muajsh që SPAK-u jo më larg se sa që shohi do shkoj me një kërkesë të re në kuvent për zonjën Belinda Balluku. Merit e tërësisht e jotja Minimalisht kaq. Se s'po dua domethënë se s'kam shpikur rrotën këtu. Unë emisionin tjetër do ta gjej këtë kur është thënë do gjetë datën. Të premtoj, jo? Pse? Sepse të gjithë ujin, tha, lind nga vjen buron tha nga lindja dhe do shkojnë në perëndim. Gjithë ato lumentan fillojnë këthe dhe shkojnë në Adriatik. Okej. Tani, në rastin konkret, kjo histori këtu do përfundonte, Andi. Këtu do përfundonte. Është një agoni të cilën Edi Rama ja ka shpik vetvetes. Sepse mund të kishte hequr dorë që në fillim. Mirë pafshim. Tani, se ku e shantazhon Belinda Balluku, Edi Rama, unë këtë nuk e di. Unë thjesht mund të amendsoj për faktin domethënë që ai nuk ja dha këtë të drejtë SPAK-ut që ta merrte, ta ishte imunitetin që herën e kaluar. Dhe unë po amendsoj dhe po them, aq kishte paska kapur për bolesh kjo zonja, aq sa është e pamundur domethënë që ky t'ia ishte imunitet, t'ia jepte një imunitetin që herën e kaluar. Tani nuk do ketë më mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Pse? Sepse nëse herën e kaluar, Andi, Sultan Sorreli dilte dhe thoshte që shikoni, pat juve aty korrupsion ndërta. Po kjo ishte faktikisht mungesë veprës korrupsione. Edhe unë të kam thënë atë, kryeministri ka të drejtë. Dhe nuk ta thash me sarkazëm e ironi. Ta thash realisht ka të drejtë. Sepse për mendimin tim, SPAK-u nuk duhet të shkonte aso kohë në kuvent me një kërkesë kur kishte një vepër penale dhe marrë të pandehur zonjën Balluku vetëm për shkelje të barazisë në tenda. Pavarësisht se kjo shkelje barazisë në tenda ishte në raste të përsëritura 9 herë. Dhe aso kohë Klodian Bravo tha, po ti mbledhësh këtë tha bëjnë 35 vite burg. Nuk bëhet matematik dhe e di Forni që nuk bëhet matematik nuk u shkohet në gjykat. Nuk mblidhet. Luajnë ata SPAK-ut shumë e ndjenja, do i ke vëre. Tani çka ka ndodhur ndryshimi? Ndryshimi ka ndodhur që sot zonja Belinda Balluku hetohet për pasurinë, për deklarimin e munguar, për fshehjen e pasurisë, për implikimin për korrupsion pasiv në të gjitha veprat në tendera që ajo ka dhënë. Pra janë shumë vepra penale në hetim nga SPAK-u, të cilat i dhe unë zyrtarisht nuk i dim, sepse SPAK-u nuk ka dalë me një le të themi një njoftim zyrtar ku të komunikojë shtesat e veprave penale të marra si i pandehur ndaj zonjës Belinda Balluku. Kanë vetëm ato dyshimit për rastin kur ka qenë drejtoresh kontrolli, për rastin e Vilës. Por si e dyshuar dhe jo si e pandehur. Po pra, por në momentin kur shkon në parlament, pra në komision ose në qeveri, kërkesa ndryshon, pra ndryshon kualifikimi i veprës penale. Sa ata nuk mund të shkojnë me të njëjtën kërkesë, sa fërmendsh. Se ndryshe është një lloj sikur ti të vish në gjykatë të kërkosh të njëjtën gjë, ore ta kam shprehur një herë me lidhje për këtë. Mos na pyet më për këtë. Mos na pyet për të njëjtën gjë. Fakti që po shkoj me një kërkesë tjetër, do të thotë që ka ndryshuar kualifikimi i veprës penale dhe minimalisht për mendimin tim, është korrupsion thua. Minimalisht. Po unë mendoj fort që ai do jetë grupi strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal. Po sigurisht sepse aty ka shumë njerëz, duke filluar domethënë që nga Pandi Carapuli, i cili është marrë tashmë i pandehur, Iglitari, i cili tashmë është marrë i pandehur, Ervis Berberi që është marrë i pandehur. Dhe këtu në grup strukturuar kriminal kemi nga 3 veta lart. Pra po të flas për 3 persona, megjithë Belinda Balluku katë që sot janë zyrtarisht të pandehur. Po atëherë i bie grup kriminal të kontrolli, grup kriminal të ministria, të arrëshoj, i bien shumë grupe kriminale kështu. Po një do mbledhet, domethënë vepra penale do grupohen në një. Pra, gjithë kjo historia e zonjës Balluku dhe një herë po e them, unë çuditem, realisht çuditem se pse Edi Rama vazhdon akoma që të mos largohet të paktën në çështje imazhi nga zonja Balluku. Çfarë ndodh tani? Kjo kërkesë është përfolur thashë sepse dhe kolegu Basir Çollaku e ka referuar dhe të tjerë thanë që ka shkuar në zyrat e kuvendit, por akoma nuk ka pasur njoftim. Sigurisht mirë do ishte që SPAK-u dhe ta njoftonte zyrtarisht sepse nuk do ta njoftoj në momentin kur do i ndryshoj kualifikimet personale, bindu për këtë. E qartë, çfarë bën kuvendi këtë herë tani? Si e lexon
kartonat, nga kthehen. Ku qeshil? Tani do të duhet ishte kuvendi i Axhilleshit, e marr mend ti se marr mend. Presidenti i kuvendit popullor nga aso kohë, presidenti Axhilleshi, që të mos ndodhte asnjë gjë sërish. Pra që sërish Partia Socialiste me forcën e kartonit ta mbronte Belinda Balluku. Këtë unë nuk arrit dot më ta besoj. Është e pamundur ta besoj gjë tillë. Belinda Balluku është destinuar të shkojë drejt burgut. Arresti shtëpisë minimalisht. Është destinuar. Po të them jetë është destinuar në mënyrë eksplicite për shkak të hetimit që po i bën Spaku. Pra po thoni për një mas arresti do e vuaj, po thoni. Po, absolutisht bëhet fjalë. Dhe ajo për të cilën unë kam, nuk po them dyshimet e mia, po më bën çudi, po e bëj kështu. Spaku është duke luajtur fort me shumë porta, vetëm për raste të cilat bëjnë buj. Dhe ky rast është Erion Velie dhe Belinda Balluku. Duket sikur dy këta personazhe kanë luftuar aq fort kundër njëri tjetrit, kanë investuar aq shumë te Spaku, saqë janë bërë koka turku dhe domethënë të njëri tjetrit. Se ta kuptoni edhe një herë. Nesti Angoni i Erion Velie është një njeri investuar nga Belinda Balluku. Flini nga mente kokës këtë. Se gjem do ti dhe unë, ose e dim po se themi dot. Po që kjo është një vërtet e madhe, këtë e din gjithë tashma. Dhe gjithë ky hetim që po ndodh ndaj Belinda Ballukut është një investim i njerëzve të cilët kanë qenë jetë e mot dhe media po duash ti. Pranë Lalierit, edhe kjo është një gjë që tani e din të gjithë, po thjesht nuk e themi dot sepse nuk kemi prova për të thënë një gjë të tillë. Jo, është vërtet. Pra është një luftë brenda llojit. Unë uroj shumë duke ju kthyer asaj shprehjes famshme të Sultan Sorrelit, hangshi kokat e tyre. Avokat, të falenderoj. E mbyllim këtë bisedë. Nuk po zgjasim më me shprehje, të vlerësoj shumë gjithë diskutimin që bëm. Shikues nderuar, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për mbrëmjen e kësaj të shtune këtu në Sken Krimi, ku patëm dhe në lidhje direkte avokat Arben Langozin dhe në studio avokat Leonard Karajn, ku diskutuam sigurisht për operacionin e madh të Spakut për një grup të strukturuar kriminal i cili vepronte fuqishëm nga Amerika Latine me shpërndarjen e drogës drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe që kanë dalë në pa emra të fortë edhe të botës biznesit në Shqipëri, por dhe jashtë saj, dhe që pastronin produktet e veprës penale, pra paratë e pista të krimit të drogës në vendin tonë, dhe që sigurisht kjo prodhoi edhe, le të themi, problemet ndoshta dhe në ekonominë shqiptare, dhe një shkrim i mirë ishte edhe nga revista Monitor, e cila tregonte se si ka rënë euro për gjatë nga viti domethënë 2016 e mbrapa, sidomos nga viti 2022 deri në vitin 2026 në pikjat. Nëse është kjo historia, do duhet që sigurisht ekspertët më të mirë të ekonomisë të vendit tonë të japin një shpjegim se historie, por duket se kjo goditje SPAK ishte një goditje e cila po jep sinjale për atë se çfarë ka ndodhur në ekonominë e vendit tonë, ekonomi e cila në dukje mund të ketë vendosur në pozita të vështira shumë familje dhe sidomos familje të reja, të cilat sot ndoshta e kanë të vështirë të blejnë një apartament kudo në qytetet që ata jetojnë. Mirë, ne bashkë do të shihemi të mërkurë në orën 21 si gjithmonë. Natën e mirë.